Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodhi. Të më falni për disa minuta që kemi vonesë, që ishim shumë të zen me njerëz, ka shumë njerëz që vinë presën rrallë. Të dashur shqiptar, si çdo natë. Ne po e fillojmë me propagandën që po bëjnë disa televizor, si që kam thënë, janë televizor anti-shqiptar. Gjoja, djali dhëndri i presidentit Dinamarka Sazan. Të dashur shqiptar, shikoni në fotografi në krahun tim të djathtë. Bab e birë. Si i themi ne shqiptar, jam o bab, se ty jam njësoj si ty. Të dashur shqiptar, sa të jenë patriot të Shqipërisë, sa të jenë djemt dhe stërnipat e Skënderbeut, nuk merr njeri në tokën shqiptare të bëj pazar. Jo dhëndri presidenti i tjetë, po dhe presidenti që është sot në Amerikë, nuk dihet për sa kohë mund tjetë, nuk merr dot pasurinë në tokën e shqiptarëve. A i shini bab e birë. Pra, jati ka qenë në burg për korrupsion, më mirë ta thema Allah shqiptar që hajdut në shtetin e New Jersey. Do na erdhë ka këtu dhe do na marrë ka Sazan si pas fjalëve të televizorit Klan o Top Channel apo televizorit të tjerë, News 24, apo disa revista që bëjmë propagandën falso për çdo gjë. Unë e thash edhe më përpara. Edi Rama është drejt vdekjes, jo drejt kryeministrisë. Ashtu e firmosën të dashur bashkëdhetar shqiptar, Berisha me gjithë lulin e tij të jepte detin Greqisë, që nuk u bë realitet. Unë kam thënë të dashur shqiptar, se ne zhgojmë çdo milimetër të tokës shqiptare jo sot, po dhe në kohën e Enverit. Ne në atë kohë i dimë se çfarë ante Enveri dhe si flinte. Jo sot që jemi brenda. Jo sot që kudo në tokën e Shqipërisë valon flamuri amerikan dhe shqiptar. Sot janë kudo. Këto janë propaganda dashur shqiptar për të humbur ju vëmendjen, për të mos thënë që duam qeveri urgjent, qeveri teknike dhe më pas me president. Ky është qëllimi i këtyre. Kjo bëjmë propagandën sa më shumë që ju të veni gjumë. Të dashur shqiptar, ne jemi në kontroll çdo gjë. U thash e më parë, edhe presidenti i Amerikës të kërkoj tokë në tokën e Shqipërisë, kur s'ka për të marrë. Ka rregull në Amerikë, ka disiplinë, ka ligj, ka kushtetut. Kushtetuta në Amerikë është si president dhe bojaxhi o të fshish zyrat në New York, ligji është njësoj. Ju e keni parë vetë dhe presidenti i Amerikës ka vajtur 32 herë para gjykjet rrinte tamam gatitur. Ka ligj atje. Na erdhë ka tashi dhëndri i tij dhe na marka tokën që është strategjia me madhe Sazani. Të rinjt qetë dashur shqiptar. Ne do bëjmë Shqipërinë me kufi natyrore. Nuk ka asnjëri për të marrë një pjesë, pavarësisht se kanë bërë vila e hotele, aty janë të shqiptarëve. Ky është qëllimi që ne më datën 4 korrik bëjmë festën më të madhe që ekziston në Tiranë, në Tiranin. Bëjmë festën e Amerikës në 4 July. Bëjmë dhe festën e eliminimit, e përfundimit të tiranisë që e ka zaptuar Shqipërinë
46 vjet me regjim bolshevik dhe 34 vjet me spionët, me hajdutët, me vrasësit. Pra të dashur shqiptar, sa për këta dy fytyra që shihni këtu, nuk do shkelën dot në tokën e Shqipërisë. Po i presëm të vinë vizitor, të shpenzojnë këtu në këtë tokë, ajo mund të bëhet. Po jo që të marrin një pëllëm tokë. Prerë parë, a i s'ka para një. A i s'ka fare para. Edhe vjerri ti, nuk është një gjendi. Pra ua kam thënë dhe për para të dashur shqiptar. Në Amerikë ka një kushtetut, po a them hapur dhe troq. Ka president, shpjebarët, ka State Departament, Ministri Jashtme, ka kongresmen, ka dhe senator. Por Amerika mbahet nga organizatat më të forta që mbajnë jo vetëm kombin dhe tokën e bekuar të Amerikës, po dhe gjithë botën. Unë o kam thënë më parë dashur shqiptar, se thuhet ka një Zot. Po sot si në qell dhe në tokë, Zot është Amerika. Pra, lufta fillovi seriozisht. Shtet me shtet. Më para lufta ishte kaçak. Lufton të Izraeli me kaçakët. Tani të luftoj me shtet. Unë o kam thënë dhe po e them publikisht. Ne shqiptarët as na intereson se që bëjnë luft. Kokën hangshin, si që na ka nga ne për 100 vjetë. Ne na intereson toka e Skënderbeut jetë e njërë bashkë me kufin natyror, Malizi, Maqedoni dhe Kosovë dhe qamrin tonë. Kjo na intereson, kjo erdhi koha për 100 vjetë që është bërë plani. Ky është amaneti që na kanë lënë ne. Dhe amanetin vendoset është me ditë. Amaneti i presidentit të parë të Amerikës, George Washington, me nën shqiptare. Amaneti i fundit i Bushit, i presidentit. Vërtet, Bush i vdiq, ka lënë familjen, ka lënë djemt, por e ka lënë amanet që Shqipëria të bëhet me kufi natyrore. Amaneti i patriotëve të veriut, që luftuan me shekull për serbët. Amaneti i tyre është të bëhet Shqipëria me kufi natyror. Amaneti i trimave të Labris është të bëhet Shqipëria me kufi natyrore, që u zhdukën duke luftuar me grekët. Të dashur shqiptar, ne jemi thyer shumë herë, 400 ca vjet me Turqinë. Paraban, kurriz nuk e kemi ktherë. Pra, kjo ishte thirrja ime që u bëj më datën 4. Të bashkohemi bashkë, ta bëjmë Shqipërinë me kufin natyror. Duoni apo s'duoni disa, është marrë vendim, do bëhet Shqipëria me kufi natyror. Pra të dashur shqiptar, prapë është përhapur në për televizorin klan, në këto portele që mos i dëgjoni, mashtrorin, gënjejnë, se Spaku do filloj të arrestoj në shtator. Jo të dashur shqiptar. Spaku kaloi vinin e kuqe. Spaku e ka me ditë për të arrestuar. Pavarësisht se zvenc kryeministri del e thot e anulloj këtë, anulloj atë. Jo zotni. Të gjithë do hynë në burg këto ditë. Pa përjashtim, dëmi që kanë bërë kombit. Nuk janë vetëm për vidhje të dashur shqiptar. Janë për 32 vjetë.
janë për 97 të dashur shqiptarë. Janë për naftën që i dhanë sërbit, që i vranë dhe kosovarët me atë naftë. Janë për bombën që ra në Vorë, në Kërdec, që e sot nena e ati fëmijës qanë, dhe ligji akoma se zhvën zbatim, me i farë me diu. Është në theshtata që u vra 5.000, është 21 janari të dashur shqiptar, të thenenta, që shëtisin me arkivolin, janë shumë që janë bërë në Shqipëri. Është dosja me madhe që si kanë lënë shqiptarët të hapin pusë, të pinë një ujë në tokën e tyre të sëgjyshve. Të gjithë të dashur shqiptarë këto ditë, të gjithë flasin në për kafene kur do arrestohen. Do arrestohen këto ditë të dashur shqiptarë. E në SPAK dhe sot kanë vajtur organet kompetente që e duan kombi shqiptar. Dhe u kanë thënë fjalën e fundit. A e pa të dashur shqiptar se shkaktari që ndalon të çdo gjë në SPAK ish kryetari i SPAK-ut që e larguan. Ai do arrestohet. Unë kam thënë të dashur shqiptar që do arrestohen 4 veta nga SPAK-u, kemi dhe 3 të tjerë. Të gjithë ata që i kam bërë dëm këtij kombit, që kam përzënë në rinin jashtë kufive të Shqipërisë, që kam përzënë intelektual të ri, të reja dhe të ri, në përgomana, duke shpuar, duke shpend për të detit. Në Ingilterë kudo, dhe Ingiltera i ka futur burg. Tallet me shqiptarët. U talë ministria e englezëve, ajo e zeza, që atë në gjyrë kishte. Talë që me shqiptarët. Nuk e di se shqiptarët po tallet e bota po tallet me englezët, që arritën të kenë një ministre të brendshme me gjyrë. Englezët kanë qenë dhe fanatik. E pan englezët dhe kryeministrin ke kishin. E pan francezët se ke kam president një rrugaq që goditet nga e shoqe ti. Ja pra këta janë ata që na kanë dëmtuar. Pra ne jemi shqiptarë, ne nuk i harrojmë. Ne nuk i harrojmë fjalët e të parëve. Çfarë na kanë bërë. Vërtet bota do zjesh luftë e tretë, shumë e ashpër, por nuk preket toka e shqiponjave. Jemi gjallë, dim se qa bëjmë, dim se ku punojmë, dim se ku jemi aty ku duhet të jemi, ne shqiptarët. Shqiptarët nuk marrën urdhër, japin, dhe erdhi dita e Shqipërisë. Erdhi dita e kombit ton të shumë vojtur. Erdhi dita të na qeshi buza, që kemi 100 vjetë që nuk qeshim, po vetëm zjerëm lot nga sytë tonë. Erdhi dita e shqiptarëve të dashur bashkëtatar shqiptar. Erdhi dita ta gëzojmë. Të dashur shqiptar, e di që me qindra ka arritur mbi 6 milion njerëz që na shikojnë në YouTube e në TikTok. Na dërgoni shumë në Facebook, kudo, të më falni që s'u kthej dot përgjigje, se nuk kemi kohë. Mos e keq kuptoni që nuk u kthejmë përgjigje. Të dashur shqiptar, vërtet që quhet Partia Shpresa Demokrate. Jo demokratike, demokrate.
është shpresa e kombit. E vu mu detyruan të avimim emrin për para parti, si gjithë këto partit bolshevike që janë si PD-ja e PS-ja që nuk do t'jenë me, nuk do ekzistojnë. Po jemi shpresa e kombit. Do të shihni dhe vetë me datën 4. Do të shihni e vetë me qindra dhe me mira flamur shqiptar dhe amerikan do valvojnë në tiraninë e bolshevikëve. Të dashur shqiptar, mos dëgjoni lajmet dhe për televizorit që janë anti-shqiptar, dhe për televizorit që duhet t'i ulën autoritetin shqiptarëve për çështje morale, rrini të qetë, a i shihni televizorët si janë këthyer, tallen, behen me shqiptarët, kurse intelektualet, vajzat intelektuale, djemt intelektual, nuk i pranojnë, sepse janë intelektual, është mbushur qeveria, deputetët, ai kuvendi, pamkeq, është mbushur me ignorant, me anti-shqiptar. Flasën në për televizorët, do vëmë shtator, unë thashtë të dashur shqiptar, nuk ka zgjedhje, po ka arrestime. Kurse tani po them, nuk ka arrestime me kyçe, po ka arrestime me litar zvarr, ku do që t'i zemë. Këte që i ka bërë kombit. Unë i them, të quajtur ati president, mja llamatite, dhe flet me kompetencë dhe i kërkon Iranit të ndalojë luftën si kur ty të pyet njëri. Apo ajo zonja me aperim fytyre del si kur është kryetare parlamentit të Shqipërisë, që nuk është zgjedh nga populli, por është zgjedh nga Edi Rama, del dhe kërcënon. I kërcënojnë qëllimisht të dashur shqiptar, që duan rrëmujnë në Shqipëri. Në tokën shqiptare nuk hedh dot njëri bomba, misla nga Irani apo ndonjë tjetër. I thonë një fjalë në Amerikë, kemi ankosemin, do të thotë kemi dajon, dajo është Amerika. Amerika është tut dashur shqiptar. Amerika nuk e harron ato ke bekuar se presidenti e shpëtovi Shqipërinë me 17. Ajo tokë e bekuar është me gjak shqiptari. Presidenti i parë ka lënë në amanet George Washington. Mos dëgjoni propagandat e Saliu të Edit, përmendën një sorë, a i si shkurkushi, a i doja api llogari për demin dhe për atë që ka marrë shqiptarve. Nëse a i dojet gjallë. Dashur shqiptar, bëuni gati për çlirimin e Shqipërisë. Dikush mund të thotë, nga spionat e kafeneve dhe 2 kilojtë letra, po ne jemi të çliruar. Po si jeni të çliruar të dashur shqiptar? 97% të shqiptarëve merr $80 në muaj, që ka punuar tërë jetën në kooperativa ferma, në bunkere, në trashe, duke bërë hekurudhën, duke bërë fabrikat, indocentralet, të burgosit duke bërë pallate, duke hapur kanalet, vaditse, marrën $80. Kursa disa sharlatan që kanë qenë komunistat të sigurimit, me ato kapela republike bëjmë propagandën, jemi mirë. E dini pse të dashur shqiptar, që qeveria u ka bërë favore, u jep nga $500, $600 në muaj. Pra,
Ja pra, që në kemi të okupuar, që në kemi slevë, nuk kemi të çliruar. A herë, si mund të jesh i çliruar, kur ty nuk të lenë në tokën e tënde, mira vjetë, të hapësh një pus të vaditësh perime, të vaditësh drithin. Nuk të lenë të pish ujë. A herë, a jemi të izoluar? A e shini të dashur bashkëdhetar shqiptar? Gjitha ato fruta që ishën para disa muajve, binin për tokë, sepse nuk i linin të shisnin. E dini pse shqiptar? Sepse u sjellën fruta, zarzavate, drith, nga tuajt, e marrën pa para. Sepse bëjnë tregti me ministrat, me kryeministrat Evropës, me armit tonë shekullor. I sjellën pa para dhe i shesën me lirë, qëllimisht, që të mos shitet gjaja e Shqipërisë. Po si më dashur shqiptar, të hani pula, mish, gjera, që janë për 10 vjetë, u hedhën boj për sipër që të duken pulat të freskëta, jo shqiptar. Mos mirni. Keni vite e vite që jeni mësuar me bukë thatë. Rini pra e do një muaj me bukë thatë, sa të bëhet qeveria. Mos mirni nga këto lloj ushqime. Lini në dyqanet, që janë të gjitha të qëllimshme. Të gjitha me ilaçe. Janë për 10 vjetë, u kanë vënë targë sikur janë të reja, për dëmtuar kombin tonë, Shqipërinë, për dëmtuar rinin, që në klasën e parë e mësojnë me drogë, që të mos mësoj, mos kemi kulturë. Të dashur shqiptar, prisni është me ditë, e janë i pra, e janë i të bashkohemi, dhe këngën që do të dëgjoni të Flamurit, është kënga me vjetër nga Korça, të erdhur nga Amerika, që nuk e keni dëgjuar, po keni dëgjuar këngët bolshevike për Flamurin. Të përzjera, do të dëgjoni këngën origjinale të Flamurit. Do të dëgjoni këngën e Flamurit amerikan, aty në sheshi i Skënderbeu. Vetëm ai na ka ngelur. Edhe atë, disa të quajtur shkrimtar, e bëjnë sërp. Ata shkrimtar doja pi llogari para kombit shqiptar. Gjoja disa të aftë kërkon të bëjnë historinë e Shqipërisë. Gjinushi kërkon të bëjë historinë e Shqipërisë me cekën. Përse prapti, kanë arritur atje sa thonë, ne nuk kemi shqiptarët më të vjetër. Ne jemi më të vjetër, ne kemi krijuar botën. Dhe mbreti i fundit i Egjiptit ishte shqiptar. Parogu. Të gjithë, ne kemi 2 mijë të dashur bashkëdhetar shqiptar në atë Evropë që kemi krijuar ne. Një quhet Gjermani e një Austria. Princi viti që erdhi, nuk erdhi për zaptuar Shqipërinë, po erdhi për të mbrojtur tokën e Skënderbeut, për të mbrojtur Shqipërinë, për të mbrojtur patriotët e Shqipërisë. Ja pra, dhe Skënderbeu ishte në Turqi, gjerali më i madh, po jo, nuk i pëlqente. Ishte buka me emël, buka e Shqipërisë. Erdhi, çlirovi Shqipërinë. Pra bashkoni shqiptar. Një ndet të fshehur. Ja, gjoja keni frikë. Pe kujt keni frikë? Pe këtyre që u kanë vjedhur. Pe këtyre që bredhen për një drek në Milano.
Për këtyre që juën nuk pini një gotë ujë. Pra, të dashur shqiptar, do të ishinim datën 4 ministrat bijtë e patriotëve. Pra, të këndojmë këngën e çlirimit, të gëzimit, të patriotëve të paktën koskat e tyre, ta ndjenë që u bërë Shqipëria, që nuk janë përmendur asnjë, po janë përmendur në për rrugët e Tiranës e kudo, ata që s'duhet përmendur. Nuk e themi kot që në muri i Skënderbeut dhe deri në Ministria do bëhet 2 metro i lartë. Me mermer do shkruajnë me Germa Floriri patriotë, që ditën e parë policia që ka punuar si slev, si në kohën e komunizmit dhe tani, të paktën e fillon me 1200 më 2 javë. Arsimi, të paktën $1,000 për mësuesit në klasën e parë, deri më 2000. Pensionistët që s'ka parë një ditë të barë, që kanë punuar zbathur me 46 vjetë në regjimin komunist, e nuk e shijojnë një ditë, do marrën $600 plus ekstra për ushqime. Spitalet do t'jenë të forta, si në Amerikë, me doktor specialist. Do paguajnë tamam ashtë si duhet, si në Amerikë. Ta gëzojnë shqiptarë, të këthejnë nga toka e huaj, të këthejnë nga Franca, që kur shohin një shqiptar e përbuzin, ja hedhen pashaportën, tamam si a hodhi a i quajtur depotet kapelën e policit, simbolin e kombit, dhe si bërna asgjë. Si mund të hedhësh kapelën, i dhe kapelën në Amerikë, po të vret në vend, automatikisht në vend të vret, që e simboli i kombit, po talen me policat. Policat flasën me vetë, ku shkojnë rrugës, se nuk paguen. Paguen 2-3 koka në krye, dhe të tjerë s'kan buk të hanë. Bëjmë propagandë për televizore të dashur shqiptar, do hedhen mislla në Shqipëri, qëllimisht për të humbur vëmendjen. Po e them me kompetencë të dashur shqiptar, nuk preket kufin e Shqipërisë me kufin natyrore. Unë përsëri i them Kosovës. Kryeministrit të Kosovës më dëgjon në këtë moment. Po mos ndërrove flamurin, shqiptar nuk ke për të zgjedhur me. I them parlamentit të Kosovës, mblidhuni nesër dhe një zë të përhershëm, thoni do vëm flamurin ku qezi Shqiponjën, në zyra, në oborë, kudo, se bashku me flamur Amerikan, nesër ju do të krijoni kuvendin. Por ndryshe, jo. Nuk themi kot që dohet ministri e arsimit nga Kosova, profesori, ministri tjetër nga Maqedonia, ministri nga Malizi. Pra të dashur shqiptar mos gjoni televizorit, bëjmë propaganda, ata analistë që marrën nga $20,000 në muaj, nga të huaj, dhe nga këto 2 partit që i ndajnë parat, a e dëgjoni se shtonë analistët të dashur shqiptar? Mendojnë dhe thonë, kështu i ka armë Tirani, kështu i ka Amerika, që edhe Amerikanë nuk e din, çdo gjë është sekret. Kur asnjëri se di, mund ta di një general, por s'mund ta di oficerët e thjeshtë, se çka me çdo shtet ka sekretin e vet. Po vetëm kaq u them, Amerika është zoti. Me Amerikën e me paratë e Amerikës nuk tallet njeri. Ambasadën që kemi këtu të Amerikës e kam thënë gjithmonë, është e imja. Sepse shqiptarët janë gjysh të gjyshin në Amerikë.
dhe është një rregull. Amerikanët kur paguajnë taks, ambasadat janë në shërbim. Dhe sot kini në Tiranë, Nencin është ambasadore, është e përgatitur, ka qenë më shumë shtete, është me aftë se ata që ishin më parë. Është me përgatitur, është ushtarake, është bi e Shqipërisë bashkë me familjen e saj. Pra, ajo ambasadë është e do tjetë, gjithmonë do tjetë me qeverinë e Shqipërisë. Po ashtu dhe Gjermania. Ne nuk mund të harrojmë të dashur shqiptarë. Gjermanët janë raca jonë. Dhe harta në luftën e dytë botërore ishte bërë kufirit tonë deri në Beograd. Se e kemi atë tokë, e kemi atë vend. Pra të dashur shqiptarë, fjala e fundit time është mos dëgjoni televizorit propagandë, se atë gjitha mashtrime i mbylleni, ata nuk din asgjë, as din fare që është bërë në Izrael, as din fare që armatime ka në Iran, Irak, Egypt, Turqi. Turqia është e dyta të dashur shqiptar me fuqishme. Amerika është, Turqia është e dyta. Kur filloi Turqia këto ditë do të shihni qa do bëhet. E të qajnë edhe ata, si që kemi qajnë ne me shekull. Unë i them kryeministrit grek, a ishë racë shqiptare. Kujdes, qamëria është tona. Kujdes, sepse do të marrëm shumë shpejt atë qamëri. Pra shqiptar, e janë më datën 4. E janë do shihni flamur amerikan me qindra dhe flamur shqiptar që s'keni para asnjëherë. Gjithmonë keni parë flamurët e partive me ngjyra blu serbe, me ngjyra blu të bardha greke. Do shihni flamur e realitetit. Pavarësisht se ne kemi si parti, nuk do të shihni flamur partie, po do shihni flamur kuqezi shqiponjën tonë krenare. Do shihni flamur amerikan me 50 tyje, do të thot 50 shtete. Do valvojnë në tokën e Shqipërisë. Vini flamur të dashur shqiptar, që sot në balkon, në qati, në dyqane, në rrugë. Mos paguani asgjë. Unë po i them dhe kryetarit bashkisë të Lezhës prekte nga telefoni. Po pengon disa që ne kemi vënë flamur amerikan dhe flamur shqiptar. Janë 2 persona. Kryetari bashkisë, të njoh mirë, të kam ndihmuar dikur kur ke qenë ushtarak në Gjirokastër, që e di një ndre nga ndreat e vërtet. Pavarësisht ke filluar të bësh disa gjëra, të ndalosh njerëzit që janë pe familje patriote, që sot lajmëro urgjent dhe leri karriket dhe ambrellat e aty 2 shqiptare që ke lënë. Leri urgjent, unë kam ngritur flamur shqiptar dhe flamur amerikan. Ki kujdes se ke kaluar vin e kuqe shumë herë. Kërcënon disa njerëz. I e thritur në spak. Nëse ti nuk i lejon, po të paralajmëroj zyrtarisht, leri të qetë njerëzit në detin ton, në detin që e ka erë Skënderbeu me forca, në atë det, leri të qetë familjet patriote, ule kokën, vere ke bishti, që ti si e kurkushi, për ndryshe do arrestohesh. Se më kanë erë të dhënat që ti gacmon njerëzit, nuk i let të hapën ambrellën në tokën e tyre, në tokën e mirditës,
në tokën e Lezhës, në tokën e patriotëve që kanë luftuar. Ua kam thënë që në Lezhë e deri në kufit ton janë shqiptarët patriot. E pra, kafshoj gjuhën, nëse ti unë do marrë të dhena, nesër, nëse ti ndalon, o kryetari i bashkisë Ndreu, Pierim Ndreu, lejo dhe bilet të kërkosh falje dhe nga parat e tua që ke vjedhur, tua japësh për këto ditë që nuk i ke lënë të ngren ambrella. Janë 2 zotni, 2 patriot, familje të njohur. Të dashur shqiptar, ne dojmë përsëri nesër të më falnin se kishëm shumë njerëz, kanë erdhur nga Amerika, ushtarak, që janë shqiptar, që do të ishini shumë shpejt në qeverinë e ardhshme. Do kthejnë të shqiptar. Unë u bi thirrje këngëtorëve. Disa këngëtorë që këndojnë këngë çame, këngë patriotike. E janë pra. Nuk është dasëm kjo. Po kjo është për kombin. Nëse ju nuk do vini vullnetarisht dhe bilon të ndihmoni me fondet tuaja, ju do bëni gabim më të madh. Ju nuk jeni këngëtar, po jeni këngëtar ambicioz. Kur thënë nemi, duam këngën e Çamërisë, nëse një, se këndojnë disa këngët e Çamërisë, a here këtu është, para Skënderbeut, nëse je patrioti Çamëve. Nuk po ta them emri. Po nëse ti nuk këndon këngën e Çamërisë pranë Skënderbeut, ti je i grekëve. Çamërt nuk mund t'i harrojmë, të parët e tu, të parët tonë, se ne jemi njësoj, Çam, jug, veri. Ne jemi Çam, ne jemi Kosovar, ne jemi Malezi, ne jemi Maqedoni e Aleksandrit. E jeni këngëtar, zonja e zotni, që këndoni dhe bërtisni dhe paguheni pa mas. E jeni pra, u threta dheu, ju këngëtar. E jeni pra, do të gjoni këngën e flamurit të Koçarëve, ka kaluar shekuj. E jeni pra, të dëgjoni artistë e vërtet. E jeni pra, të dëgjoni vajzat e djemë të rinj që kanë erdhur nga Evropa. E kanë lënë Evropën për disa ditë, kanë erdhur në tokën e Shqiponjave. Dashur shqiptar, më falni se u zgjata shumë, por shqiptarët presin arestime. Arestimet po bëhen me minutë, të dashur shqiptar. Spaku dashje pa dashje, pa marrësi se kanë kaluar disa vine kuqe, por arestimet do bëhen si nga Spaku. Unë kam thënë, dashur shqiptar, do arrestojnë disa ambasador që kanë qenë në tokën shqiptare. Këtu doja pillogari, në këtë tokë tonë, nuk shesëm Shqipërinë. Fljeni mendjen, nuk vjen njeri asë në Sazan, asë në Vlorë, asë në Shëngjin, asë në tokën e Shqipërisë. Kjo është e shqiptarëve, do tjetë e shqiptarëve me shekuj. Erdhi dita jonë, ta gëzojmë Shqipërinë. Natë e mirë të dashur bashkëdhetar shqiptarë, të më falni që kanë folur me tonë. Po armit shekullor nuk e duan vetë beton, po duan dhe atë të fundit. Pra, e janë ta bëjmë Shqipërinë të bukur, që është e Flori e bukur. E janë ta gëzojmë e të qojnë sa më parë ata që na kanë vrarë, që na kanë vjedhur, pra të gjithë dojnë në burg, nuk kanë ku vel. E Dirama është kukull, mos kini frikë. Natë dhe mirë të dashur shqiptar, miru pafshim desën në orën 6, në qoftë se mund vonohemi të na falni sepse unë po punoj 24 orë, po pres shqiptar patriot nga jashtë dhe nga brenda. Natë dhe mirë, gjumë në emël,
Dhe mos dëgjoni thashë themet në për kafene, në për bulevard, ata që janë ato me Republika, që lozën domino dhe fshien pra pa pende. Datë e mirë të dashur shqiptarë.